sepse besoj se një i ri do të ketë mundësinë të shkojë përtej kufijve. Nëse flasim për të ardhmen e Kosovës, pa i dëgjuar të rinjt, atëherë rrezikojmë të ndërtojmë një të ardhme pa i pyetur ata që do të jetojnë atë. Prandaj sot jemi të buar të flasim për rini, por edhe më së shumti për ta dëgjuar atë. Dhe këtë shohim si një pjesë më të rëndësishme të ditës së sotme. Duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi edhe për të takuar me rinin, për ta dëgjuar nga afër, për të dëgjuar idetë e rinisë, shqetësimet dhe pse jo edhe kritika. Sepse vetëm kështu mund të kuptojmë mirë se çfarë presin të rinjt prej nesh, e pikërisht për këtë arsye, këtë vit kemi zgjedhur që ditën ndërkombëtare të rinisë ta shënojmë edhe përmes iniciativës Zëri yt e ardhmja jote. Tri pyetje shumë të thjeshta do t'u ashtrojmë të rinjve. Çfarë dëshiron të arrish në të ardhmen? Çfarë të pengon për të arritur këtë? Çfarë mbështetje të nevojitet? Janë 3 pyetje të thjeshta, por besoj se përgjigjet e tyre mund të na tregojnë më shumë. Sepse pas çdo statistike për punësimin, arsimin, mobilitetin, pjesëmarrjen apo mirëqenien e të rinjve, qëndron një person. Është një i ri me një histori, me një ëndër e me sfida konkrete. Është një i ri që ka një ide të mirë, por nuk e di ende si ta realizoj. Është një i ri që ka talent, ambicie dhe vullnet, por përballet me pengesa që nuk varen vetëm nga puna e saj. Është një i ri që dëshiron të udhtojë, të mësoj, të fitoj përvojë, të jetë vullnetar, të merret me sport apo të ndërtojë një biznes, por ndoshta nuk e di ende se ku ta gjej mundësinë e duhur. Dhe pikërisht këtu e shohim përgjegjësinë tonë si institucione, jo vetëm të themi të rinjve bëhuni pjesë, por të krijojmë hapësirën dhe mundësitë që realisht ata të bëhen pjesë. Gjatë kësaj periudhe si Ministria e Sportit dhe Rinisë kemi punuar në këtë drejtim, kemi avancuar iniciativa që lidhen me mobilitetin e të rinjve, sepse besoj se një i ri do të ketë mundësinë të shkojë përtej kufijve, të mësoj nga përvojët e tjerëve, të krijojë kontakte dhe rrjete të reja dhe më pas të sjellë ato përvoja përsëri në vendin tonë.